Në minutat në vazhdim të ndëruar shikues, do të flasim për konferencën e tretë Cigre Kosovë, që mbahet nga data 22 deri me data 24 tetor të vitit që jemi. Pra është një konferencë e cila mbahet çdo 2 vite dhe përfaqëson ngjarjen më të madhe dhe më të specializuar në sektorin energjetik në vend. Pra, në nombrellën e Cigres, rrjetit global të ekspertëve të energjisë elektrike, kjo konferencë bashkon profesionistë vendor, por edhe ndërkombëtar për të diskutuar sfidat, gjithashtu edhe mundësitë e zhvillimit të qëndrueshëm energjetik. Dhe për të diskutuar pak më gjerësisht lidhur me këtë konferencë, ne kemi ftuar në studio zonjën Pranvera Dobruna Kryeziu, që është kryetare e Komitetit Nacional Cigre Kosovë. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Graci që flasim edhe sot. Sigur se edhe edicionet e kaluara të konferencës edhe po e diskutonim, është konferencë që mbahet çdo të dytin vit, apo jo, për shkak të sigurisht edhe zhvillimeve të... Opa. Kjo është për me marrë klinga, sot populli. Po besoj që... Nuk tremën. Nuk tremën, bise keni kalu sfida më të mos e ka që... Duket shumë masive ato që e tha Flonzëve, një numër të mas. Faleminderit, kjo është viti 3, që unë vi edhe I njoftoj... Që bjen çdo 2 vjet? Çdo 2 vjet, po. Hera e tretë, po. Hera e tretë që vi. Përveç simpoziumeve tjera, po këto konferencat e mëdha vi edhe faleminderit RTK-s. Është një ngjarje vërtet e madhe për Kosovën. Me qenë se ekspertiza globale vjen për mi zgjidh çështjet lokale, nacionale. Kjo është ajo vlera kësaj. Krejt ata eksperta vinë për mu mundu me dhonë një urin edhe ekspertizat e veta. Muj me thonë që na kemi eksperta. Edhe këta eksperta tonë... Edhe ne shkojmë ju tregojmë atje. Kontribuojnë në grupe punuese atje edhe në komitete studiuse, po dhe na kemi eksperta. Sigurisht. Mirë, po që e bën këtë konferencë ma unike apo ma të veçantë krahasu me vitet e kaluara? Me siguri që pjesëmarrja do t'jetë e madhe, ashtu si që diskutuam edhe përpara se të hynim në studio, rreth 200 pjesëmarrës, tema interesante që përkojnë me kohën në të cilën jemi, pjesëmarrje e madhe ekspertëve vendore ndërkombëtar. Është karakteristika e konferencës së tretë, që tani më nuk duhet ne të flasim çka është Cigre, po dihet dhe vlerat e Cigre mund ta bëjmë një përshkrim të shkurtër. Cigre është një organizatë ndërkombëtare për ekspertizën në sektorin e energjisë. Kosova është bërë antare në vitin 2017 dhe çdo 2 vite na I marrim konferencat tona nacionale, jemi prezent në shumicën e konferencave rajonale edhe botnore. Unë tash për shembull kam qenë në Lyon të Francës si antare steering committee, domethënë kemi mrit me pas edhe rol ekzekutiv. Në brenda organizatës, a? Në kuadër të organizatës, po. Dhe kësa here I kemi mbi 50 të punime, na vinë 200 pjesëmarrës dhe do të diskutohen çështjet që janë më aktuale për sektorin e energjisë. Pse e bën Cigren ma njoftun, sepse miret vetëm me çështje profesionale. Ne diskutojmë prej gjenerimit deri te furnizimi. Do të thonë I kemi antar ton kolektiv janë Kosti, OST-ja e Shqipërisë, e kemi KETS-in, e kemi Kekun si gjenerues edhe kemi 2 universitete. Dhe çdo gjatë që ka lidhje me sektorin e energjisë, diskutohet, trajtohet në kuadër të konferencës tonë edhe takimeve të rregullta që I kemi gjatë vitit. I kemi 16 komitete studiuse në për të cilat trajtohen çështjet veç. Vetëm ekspertizë. Në fakt e brenda këtyre 3 ditësh ndodh shumë çka aty. Janë panele, si thonë paralelisht që mbahen, diskutohet për tema sfidat kryesore, edhe ju e përmendet që gjithmonë flisni për ato që janë aktuale apo jo sfidat kryesore të momentit në sektorin e energjisë. A flasi për ato që janë kështu si sfida momentale, ndoshta në përgjithësi, po mandej edhe lokalisht. Panelet e organizuane, planifikuane për këtë konferencion, së pari e kemi quajtur CEO panel, do më thonë është paneli krye shefave ekzekutiv të Kosovës dhe Shqipërisë. Ne do të flasim për sfidat që ata I kanë, perspektiven e krye shefave ekzekutiv në implementimin e burimeve të ripërtërishme. So shumë lehtë me thonë, do t'i kyçim kaq megawatt solare, kaq erës, do ta mbajmë ende duke gjeneru këto elektronat, do të kemi disa teknologji të reja, apo kredo më thonë, neve na intereson praktikisht.
Çka po ndodh? Sa kapacitete janë shtu gjatë këtyre 2 viteve prej konferencës kalume deri tash, edhe si ato po integrojnë në sektor, në Kosovë dhe Shqipëri. Dhe kjo është ajo pesha e konferencës, se ne kemi mri me pas edhe operatorën e sistemit, do me thonë kostin e Shqipërisë, antar kolektiv, kështu që cikre e përfaqëson dhe Kosovën dhe Shqipërinë. Paneli tjetër ka me qenë i universiteteve, me qenë se ne kemi 2 universitete që e kanë portfolion e energjisë, gjithashtu Universiteti i Tiranës. 2 brenda Kosovës? 2 brenda Kosovës i kemi. Dhe do t'i diskutojmë cilat janë, si duhet të ndrohen sillabusat që mirë përshtat tregut, sepse për gjatë tranzicionit, kush ka me e barë tranzicionin? Kush janë ata njerëz që duhet me eduku në atë drejtim? E universitetit janë ata. Po bashkëpunimi me industrinë ka me qenë i domosdoshëm për me identifiku çka duhet me barë. Nuk mundemi na me vazhdu me bo 2 rrugëndarës. Po, 2 rrugëndarës. Duhet me bo bashkë. Prandaj ne jemi këtu. Dhe paneli tretë ka me qenë gratë në energji, edhe NGN, që e quajmë na gjenerata e reinxhinierëve, sepse gratë në energji e kanë tregu një kujdes të shtuar që të miren edhe me gjeneratët e reja. Ne për shembull panelist kemi pas një profesoresh, Vjoca Komoni, e cila gjithnjë është bashk autore e punimeve së bashku me inxhinierët e ri. Kjo i drejton, i tregon ku po shkojnë në karrierë, i udhëzon si ka me qenë tranzicioni, edhe si me ndihmuna. Do të thonë, krejt çka bëjmë na është ekspertiza edhe njohuria që vjen nga ekspertat e Cigrës, që janë tash më shumë se 20.000, dhe krejt ekspertiza asaj mundohemi me sjell këtu. Një gjë e mirë që është vlerë në shoqërinë tonë është që ne mundemi me thirr çfarë do ekspertin botë, që mirët me një çështje të caktuar, që është interes për ne, na prezanton të arriturat në botë. Kësaj here e kemi ftuar një ekspert të Cigrës, i cili do të na tregon për direktivat evropiane për gazin. Do me thonë është për do pjesë rezervë që duhet më porosit, cilat duhet më porosit, që mos mendot ambienti. Do me thonë në secilin konferencë, në simpozium, do ta sjellim një ekspert të Cigrës, që janë më të njohur në botë. Në një mundësi shumë e mirë. Pra fokusi i veçantë i konferencës është gjithashtu tranzicioni drejt energjetik. Kisha pas shef me ditë si mund ndikoj ky tranzicion zhvillimin ekonomik edhe qëndrueshmërinë e sektorit energjetik në Kosovë. Në Kosovë unë zakonisht e përdori termin tranzicioni është pak më shumë se tranzicioni i energjisë. Sepse ti ki thëngjillin, je duke e përdor, është ndoc, po mundohemi me masa të ndryshme me zvogëlu ndotjen, po e shohim që edhe për një kohë gjatë kemi me përdor këtë thëngjill. Prandaj në paralel ne keku dekarbonizohet, do të thonë edhe implementon disa projekte të energjisë ripërtrishme, gjithashtu edhe në Termokos për shembull implementohen projekte për me zvogëlu konsumin, do të thonë dekarbonizimi. Kjo është ajo që na e bojmë edhe na e prezantojmë në botë, që Kosova, përkundër sfidave që i ka, po mrin që me dekarbonizu sektorin, çka është edhe tranzicioni. Prandaj ky tranzicioni ka sfidat e veta, edhe ka përbashkësitë e veta, sepse sfidat janë se na duhet të gjejmë burime që zamësojnë thëngjillin mbas një kohe, po burime fleksibile. Pra baza ka me qenë thëngjilli edhe për një kohë gjatë. Edhe për një kohë gjatë. Pse fleksibile, sepse thëngjilli e ka një burim, ashtu një problem stabil, 24 orë, dielli dhe era e kanë, po më janë varet prej kohës, prandaj na vjen një burim që ka me përcjell konsumin. Do kjo është ajo që na i sugjerojnë politikë bërëse. Kjo duhet të bëhet dhe zakonisht rekomandimet e konferencave, simpoziumet, i çojmë te politikë bërëse të ministria. Se deshte me ju pyeta për atë, po pak më vonë se në fakt do shta me u lidh pikërisht te kjo që ju po e thoni, cili është roli dhe cili ka qenë roli në 2 konferencat e para edhe tash në të tretën, si më thonë në ndryshimin e perspektivës në vendin tonë sa i përket këtyre pikpamjeve, edhe referencave që ju i sillni aty, i diskutoni aty edhe mandej, si më thonë, i depononi ato diku. Po. Sa ka qenë
Lëvizës e krejt konferenca. Pra, po thëmë edhe njëherë, tranzicionit e na është pak ma shumë se tranzicion e energjisë, se mvaret edhe prej situatës në botë, se zakonisht energjia edhe përdoret pak për si armatim. Edhe ne mundohemi në Cigre që çështja e energjisë me zbritë nivelin teknik, me u shkuar në nivelin praktik. Prandaj në Kosovë ka pas shumë ndikime për shkak të ngjarjeve në botë. Mirë po prapë ne duhet të fokusohemi në ato që na i kemi, duhet të zhvillojmë burimet e ripëtrishme dhe të mendojmë për një burim fleksibil. Sa për ilustrim, në lajmet e fundit nga Shqipëria jonë se i kanë mrena 8 mujve të kalun 80 MW kapacitetet të reja solare, jënë kyç në sistem edhe 155 ujit. Prandaj, ndonjëherë duhet mungut, sepse e lyp koha, duhet projektet mu implementu ma shpejt, do shta ndonjëherë duhet me i shkurtu ato birokrasi, procedurat që sa ma shpejt mi pas këto burime në sistem, sepse Kosova për momentin pagun për rregullimi primare sekundare, pagun Shqiprin. Sepse ata kanë energji të ujit edhe ma shpejt për i zhvillojnë këto kapacitete. Dhe kjo ka një kosto shumë të madhe, është ka 50-60 milion, është kosto shumë e madhe që na po pagujmë po, dhe ndoshta është mirë me mendu që ato njëtë që na po i pagujmë për balancim me investu këtu. Kjo është ndoshta duhet pak mungut, pak me pas një farë grupi. Me pas prioritet këtë çështje po. Përveç vonesave, rekomandime që kanë dalë nga dy konferencat e kaluara, kanë gjetë mbështetje? Keni monitoru proceset të cilat është menduar si më urgjente me u apliku? Në atë vit që nuk kemi konferencë, na kemi një mekanizmi monitorues dhe monitorojmë sa është mri me atë strategjinë e energjisë. Dhe tash jemi CEO panel që kemi me pas, aty do t'i dëgjojmë të gjitha palët, do shta ka plane që na dhe nuk e dijim, se cili kam i prezentu, edhe në bazë aty në plane, na do t'i pregatisim rekomandime, do t'i shojmë të politikë bërësit. Ama rekomandimet janë ekspertizë jashtëzakonshme, sepse po flasim për ekspertë të nivelit botnor, që vinë këtu, analizojnë situatën, ndalen me studime, rekomandime, konkludime dhe që me nivelit më të lartë. Por ndryshën do dojmë pagu një ekspertizë të tillë me shumë kosta, po jo? Me shumë kosta, jo. Ekspertat e Cigrës që gjithmonë në... Kjo dhe sa zbatohet, mandej? Po çdo vit më shumë e më shumë. Me prezencën... A jeni kënaqur ju? Se më thonë, nga 0 në 10, si zbatim edhe si marrje parasyshe atyre referencave? Po, ne referencat i pregadisim për të gjithë. Na edhe regulatorit ja dërgojmë referencat, edhe për shembull ja dërgojmë edhe në një takim, në një simpozium kemi thirë MCA për na tregu për projektin e battery storage, edhe i kemi dhënë rekomandimet edhe atëne. Do me thonë, na i dërgojmë rekomandimet të gjithë të palët që ne mendojmë mundën me kontribu në sektor. Më thonë, i kemi identifiku ku duhet edhe ato rekomandime i qojmë. Edhe rekomandimet pak për i nevojitit ko për më zbatu, i kuptojmë sfidat, por prapë se prapë, duke u krahasu me do vendet të rajonit, ne mundojmë i tregu si raste që pak ma shpejt janë implementu, janë zbatu. Prandaj kërkojmë që do shta disa ashtu të pengesa birokraci të shpejtohen, edhe të ketë ambient më të mirë për investime. Çfarë kuptimi ambient më të mirë për investime? Që investitorët të kenë interesim me ardhë në Kosovë. E si mund të rregullojmë ne ambientin për me i tërheq këta investitorë? Cilat janë ato shqetësimet? Nëse ne, po mëndoj koha e zbatimit të një projekti shkurtohet, apo licencat, apo kyqjet, koha e kyqjeve licencave shkurtohet, atëre me siguri që investitorët shumë kishin ardhur na. Jo, në fakt unë kam dëgjuar dhe investitorë dhe më ka rarë rasti me kontaktu me një investitor që donte me investu në panele solare në hapësinë tepër të madhe, edhe pikërisht ankojnë në këto procedura byrokratike, nuk e di. Edhe tash ai shqiptar që jeton jashtë edhe thoshte ndoshta duhet me pa mundësi me shku në Maqedoni, sepse procedurat janë shumë të thjeshta edhe tek e fundit investitori e sheh edhe këtë aspekt. Pra, për te patriotizmit, anës emocionale, e sheh edhe, si me thonë, anën biznesore. Pra,
Në këtë aspekt, që po ndodhë? Është jo seriozitet, jo prioritet, neglizhencë, mosdije, se më thëmë, që është mja vu e emni kësaj punë? Është një situatë që ne gjindemi. Na mundemi me donë rekomandime. Jo, kuptimin e palve tjera. Po. Puna ekspertizës është në rregull, po. Është, unë kudo në botë i përfaqësoj gjithë këta anëtarët kolektiv, prandaj me fort për njërin ose tjetër e kom pa konflikt. Po unë besoj që për faktin që Keku vetë po e dekarbonizon vetën, do më tonë ka projekte të energjisë ripërtrishme solare në oborin e vetë, edhe ka plane për projekte të reja, na duhet me përkra. Edhe çka do që Keku kërkon, na duhet me apru ekspertizën, edhe me ju mundu me ndihmu atyne, që kjo është ajo vlera jonë. Edhe fakti që ne po i bim bashkë me një tavolin operatorë sistemi Shqipëri edhe në Kosovë, me shqyqu si mundemi me u koordinu ma mirë, edhe shka duhet bëjmë në mënyrë që të kemi një sistem ma stabil. Amo Shqipëria tenton me majtë ato 50 milion për vete, tek e fundit. Pa jo është diçka që i takon, po a kemi qenë agjendje mi zhvillu këne, është mbetet për të po ne vazhdojmë me thonë që Kosovës e nevojitet kapacitete fleksibile. A kemi potenciale? Po duhet ose të paguhet, ose të ndërtohet tu. Ka qenë një mundësi, ka qenë për shembull gazi, si tranzicion apo burime tjera, të cilat ato operatorë sistemit i aktivizojnë kohën kur neve na nevojitet. E kjo është ajo vlera që Keku e ofron. I ka kapacitete ujit, e neve na balancon në kohën kur kemi mungesë, ose kur kemi tepris, na i deponojmë te Shqipëria. Do më thonë kemi derën e hapun, kjo është një vlerë shtuar. Një mundësi. Është një bashkëpunim i ndërsjellë. Po sa janë të rëndësishme këto ngjarje për jetizimin profesional, gjithashtu edhe shkëmbimin e përvojave ndërkombëtare? Po, të kthena në atë pyetjen e parë, pse është ndryshe kjo konferencë e tjera, është se ne kemi shkuar në Shqipëri disa herë. E kemi taku ose të ndë më thonë kosin atyne, e kemi taku edhe distribucionin, e kemi taku edhe gjenerusin, e kemi njoftu për Kekun, për Cigrën edhe kemi thirë me arme që në pjesë e jona, duke i tregu që nuk na i ofrojmë një platform për me diskutu për të rejat, për ekspertizën edhe për një hurit që na i kemi, që Cigrën mundet me i pru, edhe që Kosova është aja që për i ofron këtë. Njëherë kemi pas një organizim që Shqipëria na ka mundësu që atje me shku me utaku, së bashku me Komitetin Nacional të Italisë. Prandaj me ku e kanë kuptu vlerën e Cigrës, edhe tash po na bashkohen. Për ato është ma madhështore kjo. Me thonë, kemi shku, i kemi vizitu, i kemi njoftu, i kemi bind edhe universitetet që me silë punimet e na, dhe më thonë që nivellit më të naltë, profesional edhe njohurit që janë në nivelin botënor. Prandaj kjo ka qenë ajo aktivizmi jonë që kemi shku zbashku me profesorat tonë, kemi shku në Universitetin e Tiranës. Zbashku me ekspertat tonë të OST-s edhe KEC-it, të KOS-it edhe KEC-it kemi shku të OST-ja atje edhe të OSSH-ja atje. Do me thonë imi mundu me kriju një farjeti të ekspertave në sektorin e energjisë. Edhe kemi qenë shumë të mirë pritur, prandaj edhe po na vinë këto. Thonë e kemi formu, e kemi ofru një platform të ekspertizës për sektorin e energjisë Kosovë dhe Shqipëri. Po, zënë Praver, jo nështë me zëvendësu komplet të ngjitën, sepse si që e thatë, është njëherë për njëherë e pa mundur edhe na duhet me shfrytzu me pas si bazë, po cilat do duhet të ishte alternativa dhe sa ma shpejt do duhet me lëviz drejt këtyre alternativave, pra për, sepse ne nëse po dojmë u zhvillu, se është domosdoshme me pas edhe stabilitet në energji, apo jo? Shumë është domosdoshme, sepse energjia është jo vetëm nevojë bazike, po është domosdoshme edhe për ekonomi. Edhe nuk guxojmë me leju që siguria energjetike, që është edhe siguri nacionale, me qenë diskutueshme. Aja duhet me qenë prioritet. Dhe në momentin kur siguria energjetike bëhet prioritet, ne besojmë që do ta kuptojmë që të gjitha këto projekte që kanë marrë për shembull kyçjen të implementohen sa më shpejt, por në paralel me implementimin e projekteve për sollare edhe erë, duhet të kemi edhe kapacitet tjera, për shembull këto baterit që janë MC, do të thonë të rritet kapacitetet, gjithashtu duhet të zhvillon edhe linjat interkonektive që me pas ma shumë mundësi me shkëmby. Për shembull, nëse të gjitha këto projekte
të energjisë solare implementohen edhe të erës, gjatë verës, na kemi pas të prisë kur kemi konzumin e vogël. Prandaj, ne duhet me pas kapacitet që ato me shit, apo me... Që mos me shku dom ajo Jo, mos me shku dom, do më tonë me qitë një interkonekcion. Paralel me zhvillimin e gjenerimit, duhet edhe transmisione. Kemi pak ngecje për shkak problemeve që kanë qenë, kemi ngecje në implementimin e projekteve edhe në kost. Do më tonë duhet në paralel. Mandej, kërkohet zbatimi teknologjive të reja në distribucion, që me pas sa më shumë njerëz mundësi që në kulmet e veta me vendosë solare. Po duhet investime në rjetin distributiv që me mujtë aja rjeti me i përbalu gjitha ato fluktuime. Se distribucion është mësu që energjinë e vetë me ju që deri të shtëpia, e tash duhet me pranu atë energjinë që prodhohet solare mrapa në distribucion. Prandaj edhe këtu e nevojitin investime. Ku do nevojitin investime dhe besoj që pas këtune konferencave të gjithë do të kuptojnë që këto investime të domosdoshme, po saqërisht edhe në kost, do më tonë në transmision. Grates, Dunja Pravi, po shpresoj që konferenca ka me shku ashtu si që e keni planifiku edhe ajo që është më e rëndësishmja ekspertiza, rekomandimet të cilat dalin nga kjo konferencë të mirën seriozisht edhe të filloj me njëherë zbatimi tyre, mos të ketë vonesa në mënyrë që t'jemi në hap me kohën. Shpresojmë, po saqërisht kjo konferenca bëhet para dimrit dhe rekomandimet që ne japim kanë të bëjnë edhe me si me te kalu dimrin. Si me te kalu dimrin, Prandaj unë shpresoj shumë që rekomandimet tona kanë me u pasi diçka që vjen nga ekspertiza botnore, do me thonë ekspertiza globale për problemet. Ekspertës, këto problemet të cilat i diskutojmë ne, veç janë të kaluara. Kaluara, po muj me thonë që për shembull, një rast që kisha dashur me thonë, në Gjermani kanë probleme se kanë shumë këto panele solare dhe po ka të prisë të energjisë edhe çmimi i energjisë ndonjëherë shkon zero. Prandaj edhe këto ne i prezentojmë, edhe këto të dhona me analizat mirë fillta, që me ditë që edhe nëse shkon në atë mënyrë vetëm zbaton projekte solare, nëse nuk i mendon edhe ato për cilëse atyre mundemi marrë dhe ta jo. Prandaj duhet më zhvillu edhe rjeti i transmisionit që atë energji me mujtë me diferu. Me shku diku tjetër. Faleminderit Që ardhët, shumë. nëci që bisedum, edhe ju shkoft mirë e mbarë konferencë.